Elbasani u trondit mbrëmjen e së dielës nga një atentat me armë zjarri, ku një biznesmen 43 vjeçar u ekzekutua brenda automjetit të tij të parkuar. Ngjarja ndodhi rreth orës 20:35 në lagjen Emin Matraxhiu, ku u gjeti vrarë shtetasi Mondi Mehalla, alias Edmond Hyka. Sipas të dhënave paraprake, Mehalla sapo kishte dalë nga zyra e tij në godinën ku ndodhen bizneset dhe banesa e nënës së tij. Në momentin që u fut në automjet, ai u qellua me armë zjarri, duke marrë 3 plumba, 2 prej të cilëve në kokë, që shkaktuan vdekjen e menjëhershme. Dinamika e ngjarjes është vlerësuar nga ekspertët si një ekzekutim tipik mafioz, megjithatë nuk përjashtohet mundësia e një konflikti të mëparshëm ndodhur gjatë javës së fundit për motive ende të paqarta. Menjëherë pas sinjalizimit, shërbimet e policisë mbërritën në vend ngjarje dhe ngritën pika kontrolli në të gjitha daljet e qytetit. Kontrollet intensive në terren, në banesa, ambiente të ndryshme dhe rrugë dytësore vazhdojnë me qëllim identifikimin dhe kapjen e autorëve. Burimet policore bëjnë me dije se automjeti i përdorur nga atentatorët dyshohet të ketë qenë një Audi me ngjyrë të zezë, i cili u largua me shpejtësi në drejtim të aksit Elbasan-Librazh. Deri tani, të paktën 10 persona janë shoqëruar dhe po merren në pyetje për të ndriçuar rrethanat e krimit. Ndërkohë, drejtoria e përgjithshme e policisë ka ngritur një grup të posaçëm hetimor, i cili po punon intensivisht për shqyrtimin e pamjeve filmike të zonës dhe mbledhjen e provave materiale. Sipas të dhënave zyrtare, 43 vjeçari kishte precedent penal në fushën e narkotikëve dhe armbajtjes pa leje. Mësohet gjithashtu se ai kishte qenë i përfshirë në një konflikt disa ditë përpara vrasjes, pistë kjo që po merret seriozisht parasysh nga grupi hetimor si e mundshme lidhur me motivin e atentatit. Hetimet vijojnë në disa pista paralelisht, ndërsa operacioni policor në terren mbetet në zhvillim. Autorët e atentatit mbeten ende të pa identifikuar. Një makinë e djegur është gjetur në afërsi të fshatit Mirak, aksin rrugor Elbasan-Librazh, e cila dyshohet se është makina e përdorur nga autorët e vrasjes së biznesmenit Edmond Hyka ose Mondi Mehalla. 43 vjeçari u qellua menjëherë pasi doli nga biznesi i tij dhe u fut në makinë, aty ku u ekzekutua me 2 plumba. Brenda makinës Audi të djegur, që mendohet se është e përdorur nga autorët e krimit, nuk është gjetur armë, ndërsa sipas dinamikës, vetëm njëri prej autorëve ka qelluar. Nga të dhënat, policia sqaron se një prej tyre ka dalë nga makina dhe i është afruar biznesmenit, ndërkohë janë mbledhur disa prova të rëndësishme që mund të çojnë në zbardhjen e ngjarjes.